pse po veshë si femër, e këne e gjykon lundrimin. O, ju dua. Do shta gjykimi që e kam bërë lundrimin, publikisht i kërkoj falje, sepse s'do të thotë që nëse vishësh je ashtu, unë mendoj tani, sepse lojën e bëjmë edhe brenda. Unë këtë nuk e kam ditur, por duke hyrë në këtë shtëpi e kam kuptuar. Unë kam kryer shkollën e arteve, dega e muzikës. Qa kem folë? Edhe sigurisht që unë japi loj, emocion, argëtim për publikun tim dhe për publikun e gjithve. Kështu që besoj që artisti i jep edhe stupcat, edhe teta gjyl, edhe gjithë humoristit të tanë, treshi për sheshi, që janë veshur, kanë qesh gjithë me ata, kështu që edhe unë këtu jam për me dhënë këtë emocion edhe publiku që na shikon dhe na dëgjon jashtë. Kështu që nuk ka asgjë të keqe. Posaçërisht nga zemra gjithë publikun tim i përshëndes edhe këtij personi. O bë kopjat si Alba. Unë nuk kam nevojë avokat edhe një herë. Kam dy këtu, një Holandë dhe një Zvicër. Ke interesant.